Komisioni i Disiplinës dhe Etikës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka marrë masa të rënda ndaj Ignatias pas braktisjes së përkohshme të ndeshjes ndaj Vllaznisë në Rogozhin. Incidenti ndodhi në minutën e 71 të sfidës së mbyllur 0-0, kur arbitri Florian Lata ndoshkoi me karton të kuq mbrojtësin e Ignatias Xhemaili pas një dueli me Bekim Balej. Vendimi solli reagim të fortë nga stafi dhe lojtarët vendas, të cilët u larguan për disa minuta nga fusha në shenjë proteste. Më pas gjyqtari konfirmoi vendimin edhe pas verifikimit me VAR, por këtë veprim Ignatia është ndëshkuar me 500.000 lekë gjob dhe është paralajmëruar për masa më të rënda në rast përsëritje. Ndërkohë, disiplina ka goditur rënde dhe individët e përfshirë. Trajneri Edlir Tetova është pezulluar 6 muaj nga çdo aktivitet sportiv. Futbollisti Albano Aleksi do të vuajë 5 ndeshje pezullim, ndërkohë zyrtarët e tjerë të Ignatias të pezulluar me nga 5 ndeshje janë drejtori Kledi Zenelej, zëvendës trajneri Julian Brahja, trajneri portierëve Taulan Guma, si dhe pjesëtar të tjerë siç janë Emiliano Bishdili, Ilir Kaplani, Alban Hoxha dhe Aldo Sula. Në total janë dëshkuar 9 persona për shkelje të parimeve fair play dhe cënim të integritetit të garës. Në komunikatën e saj përshtyp Komisioni i Disiplinës thekson se në raste të përsëritura të ndërprerjes apo braktisjes së ndeshjeve, klubet do të përballen me masa edhe më të ashpra, sipas kodit të disiplinës dhe etikës.